Gati? Unë jam Sini Qirici, arkitekte që punoj në Kontakt. Përvoja prej më shumë se 25 vitesh në treg dhe bashkëpunimet me arkitektë të njohur si Oma, Danieli Beskin, Martin Sobota, Peter Wilson, na kanë bërë të kuptojmë se çfarë është vërtet e rëndësishme për të siguruar një mënyrë jetese më të mirë për klientët tanë. Ndërtimi i një rezidence për ne është më personale se sa ndarja e apartamenteve ose thjesht vendosja e tullave. Do të thotë të lësh një gjurmë, të krijosh mundësi për ndryshim dhe zhvillim. Do të thotë të krijosh një komunitet dhe të japësh hapësira ti të ndërveprojë me komunitetet e tjera përreth. Në një qytet që rritet me ritme të shpejta si Tirana, në një jetesë moderne me kohë të kufizuar, njerëzit kanë humbur ndjenjën e lidhjes. Ata kanë harruar rëndësinë e të qëndruarit, të marrit të një frymë dhe thjesht të qenurit. Këto janë komoditete që vetëm shtëpia mund t'i ofrojë, dhe ne si arkitekt jemi përgjegjës për t'i sjellë këto tek ju. Këto kanë qenë hapat që na ndoqën në zhvillimin e rezidencës Hoxha. Duke nisur nga koncepti i hapur i rezidencës dhe prioriteti tonë për hapësirat publike, Hoxha ju ofron banorëve të saj një ndjenjë të re lirie. Liri që nxit në zhvillimin e një jete sociale dhe marrëdhënieve të njerëzve me njëri tjetrin. Kjo ndodh nëpërmjet parqeve, oboreve të gjelbëruara dhe rrugëve të këmbësorëve. Ajo ofron një vend të sigurt ku fëmijët mund të luajnë lirisht dhe familjet të lidhen me njëra tjetrën. Afërsia me malin e Dajtit dhe distanca rreth 20 minuta nga qendra e Tiranës dhe 10 minuta nga Unoza e Madhe ofrojnë një ekuilibër harmonik midis komoditetit urban dhe qetësisë, ajrit të pastër dhe gjelbërimit. Rezidenca gjithashtu ka hapësira të hapura që mundsojnë korridor ajrimi dhe japin mundësi dritës natyrale të depërtojë kudo. Jetesa në Hoxha është më shumë se sa të pasurit një shtëpi komode. Është të qenë pjesë e një komuniteti.